rrit numrat? Ka qenë një besnikërie e jashtëzakonshme e kolegëve të aleancës së gjithëve. Pastaj në këto momente të vështira edhe njerëz tjerë që nuk ishin aleancë kanë ardhur në ndihmë se u përjetu rënd ajo situatë. Edhe deri në fund të procesit parë që u përmbyll, pra procesi gjyqësor me 2008, pastaj filloi rigjikimi në 2010 deri në 2012, kam ndjekur shumë afër që atë nuk e kishim shtetin, nuk kishim shpallën pavarur, nuk e kishim qeverinë e Kosovës ose mbrojtje ligjore ose mbrojtje financiare, fare s'kishim. Ka qenë një mobilizim i madh shoqëror, edhe që thonë drejtën edhe sa herë që e menoj për ulë me respekt para asaj mbështetje, të gjithë më kanë ndihmu. Pra, prej sektorit privat në atë kohë me siguru mbrojtjen, prej të punësuesve në sektor publik, drejt e fëmija, mësues, arsimtar, pensionist, artist, edhe nga gjitha trevat shqiptare, vetëm nga Kosova. Ishte një ndjenje mirë, të thëmë drejtën kështu një që po mbjetën, po kjo vdekja e presidentit Rugova ishte ajo goditja ndoshta finale e krejt asaj marrëdhënie që krijuam me LDK-n me presidentin. Në fazë vdekjes të tij edhe unë isha me proceset, edhe pastaj zhvillimet pasun të ndryshme. Mirë po, për një gjë ndihem mirë që edhe pse ishte në fund të jetës së tij, edhe pse na ndodhen gjitha këto të papritura të rëna, megjithatë e bëm një punë, unë mendoj në shërbim dhenit, në shërbim të adevë, në shërbim të kombit, që nuk lejum një thymje më të madhe me na shoqënisë tonë, nuk lejum me na keq përdorur dikush, me na nxit, me na shti ndaj njëri tjetrit, edhe si e njofta personalisht. Pra, sa herë që e njeh dikën vetëm për mes asaj që ta kanë thonë ose o shkru ose o lexu, nuk është njësoj. Nga njohja që kam pas me presidentin, me cilin kam dalë momente shumë intime të jetës tij, në raste të caktuara, sidomos kur gjendja u keqsu, kam qenë ndoshta ndër vizitorët e pak, mos them ashtu që kem pas biseda një me një. Edhe pse ishte në gjendje të rënduar, disa herë ma ka rrëfy jetën e tij, fëmijërinë e tij që ja kishin vrarë babën dhe migjen. Si fëmijë, si e kishte rrit nana, e dajt, e ashtë, e tjerë. Por ishte një jetë shumë e mundimshme, si kishte arë në studime, që kishte marrë nanën, pastaj shumë procese, shumë tema që nga një edhe më tha dikush se pse s'po e shkruaj një libër dhe me thash po thonë nuk dina mirë dhe mi thonë gjitha që ato kanë qenë një me një, ja ka thonë dikuj në besh, po dhe zhvillime tjera, po ndje mirë që jam gjetë, ose ju kam gjetë në atë kohë, si një partner i besueshëm, si dikush